alergjit pranverore shkaktohen gjithëherë nga polenet. Astma alergjike nga polenet, nxitet nga polenet të cilat sensibilizojnë në periudha të caktuara kohore. Do të thotë neve alergologët në bazë të kalendarit të polenizimit i ndajmë polenet në polenet të pemëve të larta, të varishteve, pastaj edhe të shkureve. Pemët të larta janë ahu, bungu, qari, lejthia. Këto polenizojnë në muajin shkurt, mars, prill, po flasim për periudhën kohore të Kosovës, do me thënë të regionit. Pastaj kemi polenet e barishteve, grasses cereals, pastaj janë polenet e shkureve. Kështu që astma e cila paraqitet në mënyrë intermitente, themi neve, jo në mënyrë pereniale ose tërvjetore, është pikërisht e shkaktuar nga sezona e caktuar e polenizimit të polenit të këtyre, do me thënë, bimëve të caktuara. Ka simptomatologji strikt kohore, e cila varet nga periudha e polenizimit. Prandaj neve alergologët duhet të jemi të lidhur shumë me biologët, të cilët duhet të përcaktojnë cilat bimë janë në Kosovë, cilat e kanë periudhën e saktë të polenizimit, kur do të jetë koncentrimi më i lartë i poleneve gjatë periudhës ditore e tjerë. Ka një simptomatologji plotësisht të ngjashme me astmën, do me thënë me kollë, këlbaz, fishkujim gjoksi, frymëzënie, shtrëngime gjoksi, ngulfatje e tjerë. Por ajo që është karakteristikë është që gjatë ditës pacienti mund të jetë mirë, mund të jetë disa simptoma të lehta të kryarjes së syve ose të kryarjes së hundës, ndërsa në orët e para të mëngjesit, do të thotë rreth orës 3-4, të ketë një ngulqim në gjoks, e cila zgjon pacientin në mënyrë të trembur dhe normalisht kërkon ndihmë nga familjarët ose edhe kërkon ndihmën mjekësore.